Përshëndetje të gjithë juve që më ndeshni. Sot kam vendosur me përgatit një ëmbëlsirë tradicionale shqiptare. Krejt produktet që na duhen për ëmbëlsirën janë miell, sa ka nevojë për me trosh brumin, e vaj lule djevit 4 gota, pra e masi me 4 gotë të qajit, qumsht 2 gote, një vezë, pjur për pjekje, gjys pakete, do me thonë 8 gram. Këto na duhen gjithë për brumin. Ndërsa për shërbetin e kësaj ëmbëlsire na duhen 3 gota e gjys ujë, gjithë me 4 gotën e qajit, edhe na duhen 3 gota sheqer. Duhet me blu shërbetin gjysore. Ndërsa ëmbëlsirën me pjek 45 minuta në 180 gradë të mboret çfarë shporiti keni, ashtu he regulani. Tash duket kështu brumi e ëmbëlsirës e kam pjek për 10 minuta në temperaturë jo shumë të lartë. Ja hedhim pak krep, kështu, e përzim pak, edhe e lojmë muftuf 5 minuta. Mas 5 minutave ja hedhim vezën edhe e përzim. Tash mas 5 minutave që ka pushu brumi, ja hedhim vezën, një vezë pra, e përzim, këto mirë, derisa të nerë mirë, vezën rrugën, edhe mandej e qisim në tepsi. Do me thonë e kam qitë 8 po 11 gota miell, këtë gotën që e kam të vajin edhe qumshtin. Okej. Tash brumi duket kështu. Mas pak e qisim në tepsi, edhe shumë.